A mendoni se fjalët që përdoren sot më shpesh kur flitet për të rinjt e për më të vjetrit në moshë janë: nuk merresh dot me brezin e ri sot, ose në kohën tonë ishte ndryshe. Dhe në fakt, lufta e brezave ka ekzistuar ndër shekuj. Ju ftojmë të ndiqni programin tonë të sotëm për të parë dhe mësuar se ku takohen apo ndahen mënyrat e vjetra dhe të reja të menduarit. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Programi krijuar për t'ju ardhur në ndihmë me këshilla për jetën e përditshme dhe me shumë inkurajim nga fjala e Perëndis, nga Bibla. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Përshëndetje të gjithave. Sot kemi zgjedhur një temë që na ndihmon të gjithave, të reja apo të vjetra në moshë. Do të flasim për konfliktet e brezave, ku takohen mënyrat e vjetra dhe të reja të menduarit. Kjo është një temë shumë interesante, Dena, dhe mund të analizohet nga disa këndvështrime sociale, kulturore, psikologjike apo edhe familjare. Brezat janë gjithmonë si dy botë, madje në shumë raste në familjet shqiptare edhe si tre botë që bashkëjetojnë. Çdo brez lind në një realitet të ndryshëm shoqëror, ekonomik dhe teknologjik. Prandaj mënyra se si njerëzit mendojnë, sillen dhe e kuptojnë botën nuk mbetet e njëjtë. Brezi i vjetër shpesh vjen me përvoja, rregulla dhe vlera të formuara në një kohë më të qëndrueshme, ndërsa brezi i ri rritet në një epokë të ndryshimeve të shpejta dhe lirisë së mendimit. Këto dallime sjellin një tension të natyrshëm mes brezave, një përplasje le të themi midis traditës dhe modernitetit, por edhe një mundësi për bashkëjetesë dhe mësim të ndërsjell. Dhe sigurisht Arta, kur flasim për tension mes brezave, flasim edhe për konflikt mes tyre. Konfliktet mes brezave nuk janë të reja, ato kanë ekzistuar gjithmonë, që nga koha e prindërve tanë, e gjyshërve dhe stërgjyshërve tanë, sepse gjithmonë ka pasur ndryshime ekonomike, sociale, kulturore, por sot ritmi i jetës edhe zhvillimi i teknologjisë i kanë thelluar më shumë këto ndryshime. Ne shohim ndryshime në mënyrën e të menduarit. Brezat e vjetër e lidhin suksesin me punën e palodhur, disiplinën dhe respektin për autoritetin. Të rinjtë e sotëm e lidhin suksesin me krijimtarinë, shprehjen personale dhe lirinë e zgjedhjes. Ne shohim ndryshime në komunikim. Brezat e vjetër janë mësuar me komunikim të drejtë për drejtë, ballë për ballë. Të rinjt komunikojnë përmes rrjeteve sociale, mesazheve të shkurtra dhe teknologjisë, që shpesh shihet si diçka sipërfaqësore nga më të moshuarit. Dhe ne shohim ndryshime edhe në vlera dhe prioritete. Të moshuarit vlerësojnë stabilitetin, familjen, besnikërinë dhe moralin tradicional. Të rinjt vlerësojnë pavarësinë, përvojat e reja dhe vetrealizimin. Këto ndryshime krijojnë keqkuptime që shpesh shndërrohen në konflikte të dukshme ose edhe të heshtura. Por a takohen, edhe nëse po, ku takohen mënyrat e vjetra dhe të rejat? Diçka është e sigurt. Në thelb të dy brezave qëndron dëshira për një jetë të mirë dhe të qëndrueshme. Nëse shihen me sy mirëkuptimi, edhe dallimet më të thella mund të kthehen në forcë bashkëpunimi. Shumë e vërtetë, Dena. Të moshuarit sjellin maturinë, stabilitetin dhe përvojën jetësore. Të rinjt sjellin kreativitetin dhe guximin për të ndryshuar. Kur këto dy forca takohen, lind zhvillimi i vërtet. Gjithashtu, traditat nuk duhen parë si pengesë, por si themele mbi të cilat mund të ndërtohen ide të reja. Për shembull, në art, kulinari apo dizajn, shumë të rinj po japin frymë moderne zakoneve dhe stileve tradicionale, duke krijuar diçka unike. Doja të shtoja edhe diçka tjetër, Arta, që ka të bëjë me komunikimin dhe mirëkuptimin. Nëse të dyja palët dëgjojnë me respekt dhe përpiqen të kuptojnë njëra tjetrën, atëherë ndarja midis brezave zbehet. Dialogu është ura më e fortë që i lidh mënyrat e vjetra me ato të rejat. Për shembull, prindrit shpesh kanë frikë se pavarësia e fëmijës do t'i largojë ata nga vlerat familjare. Por në fakt, pavarësia është mënyra që fëmijët të rriten duke ruajtur vlerat, por sipas realitetit të tyre. Ose në punë, për shembull, brezat e rinj kërkojnë fleksibilitet, orare të lira dhe punë në distancë, ndërsa të vjetrit e shohin këtë si mungesë përkushtimi. Dhe le të theksojmë këtu, Dena, se në fakt kjo është thjesht ndryshim perspektive, jo mungesë vlere. Për sa i përket kulturës, mund të themi se shumë tradita shqiptare po ringjallen përmes mënyrave moderne si muzika pop folk apo veshje tradicionale të ridizenjuara nga stilistë të rinj, një shembull shumë i bukur i takimit të dy brezave.
Pra, mund të themi pa frikë se konfliktet e brezave janë pjesë e natyrshme e zhvillimit njerëzor. Ato nuk duhen parë si përplasje, por si dialog midis të shkuarës dhe së ardhmes. Në fund të fundit, brezat e ndryshëm nuk janë armiq, por faqe të njëjtit libër që vetëm së bashku mund ta shkruajnë historinë e shoqërisë. Në kulturën tonë, familja është zemra e gjithçkaje. Fakti që shpesh jetojnë 3 breza nën një çati, gjyshrit, prindit dhe fëmijët, krijon një pasuri përvoje dhe dashurie, por edhe sfida komunikimi sigurisht. E para, 3 breza do të thotë 3 mënyra të ndryshme të menduari. Në një familje shqiptare tipike mund të gjejmë gjyshrit që mbartin traditën, kujdesin, përvojën dhe shpesh autoritetin moral, prindrit që përpiqen të ruajnë ekuilibrin midis vlerave të vjetra dhe realitetit modern, dhe fëmijët ose të rinjt që rriten me teknologjinë, me ide të reja dhe me kërkesë për pavarësi. Këto dallime krijojnë ndonjëherë përplasje, sepse secili brez flet një gjuhë tjetër të jetës. Kjo është gjë shumë e bukur, sidomos nëse në vend të ndarjes kjo shumëllojshmëri bëhet pasuri dhe pjesëtarët e familjes mësojnë të dëgjojnë dhe të kuptojnë njëri tjetrin. Dhe ja disa mënyra se si mund të komunikoni pa krijuar konflikte. E para, komunikoni me respekt të ndërsjellë. Çelësi nuk është të binden të rinë nga të vjetrit apo anasjelltas, por të ketë respekt për përvojën dhe për realitetin e secilit. Gjyshi mund të ndajë historitë dhe mësimet e jetës. Nipi mund të tregojë si funksionon teknologjia e re. Kështu krijohet një shkëmbim i dyanshëm edhe jo një debat se kush ka të drejtë. E dyta, komunikoni përmes dëgjimit aktiv, jo vetëm fjalë. Shpesh në familje ndodh që të gjithë flasin, por askush nuk dëgjon me vëmendje. Të dëgjosh me durim dhe pa gjykuar është forma më e thjeshtë për të shmangur konfliktet. Për shembull, në vend që prindrit të thonë kur të rritesh do ta kuptosh, ata mund të pyesin si e sheh ti këtë situatë. Në këtë mënyrë të rinj ndihen të respektuar dhe janë më të hapur për të pranuar këshilla. E treta, komunikoni përmes bashkëpunimit në vend të urdhrave. Në shumë shtëpi shqiptare autoriteti shihet si urdhër, por kur një prind apo gjysh bashkëpunon, fëmia mëson të marrë përgjegjësi vet. Për shembull, në vend që t'i thuhet bëj këtë sepse e them unë, mund të thuhet ta bëjmë bashk dhe do ta kuptosh pse është e rëndësishme. Kjo gjë krijon një ndërmarrje të përbashkët, jo përplasje. E katërta, komunikoni duke patur parasysh një ndarje të qartë rolesh dhe respekt për kufijt. Çdo brez ka rolin e vet. Gjyshrit japin urtësi dhe kujdes emocional, prindrit drejtojnë dhe mbajnë strukturën, fëmijët sjellin energji dhe ide të reja. Kur këto role respektohen, askush nuk ndihet i lënë jashtë apo i pavlerësuar. E pesta, komunikoni me dashuri dhe humor. Një mënyrë e thjeshtë për të zbutur tensionet në një familje me 3 breza është të mos e merrni çdo gjë seriozisht. Një buzëqeshje, një kujtim i përbashkët apo një batutë familjare mund të bëjë më shumë se sa 10 këshilla. Dashuria është gjuha që e kuptojnë të gjithë brezat pa përkthim. Pavarësisht dallimeve, të 3 brezat takohen tek dëshira për mirëqenie, dashuri dhe stabilitet. Ata duan që familja të jetë e bashkuar, të ketë respekt të ndërsjellë dhe që fëmijët të rriten me vlera e virtyte të forta. Si përfundim, mund të themi se edhe pse rrugët për të arritur këtë ndryshojnë, qëllimi është gjithmonë i njëjtë. Në një shtëpi ku jetojnë 3 breza, nuk është e nevojshme që patjetër të fitojë njëra mënyrë të menduarit ndaj tjetrës. E rëndësishme është që çdo brez të sjellë pjesën më të mirë të vetes, urtësinë e të vjetërve, përpjekjen e prindërve dhe energjinë e të rinjve. Kur këto 3 forca bashkohen, familja bëhet vend i rritjes dhe i mirëkuptimit, jo i konfliktit. Dena, dua që ta mbyllim këtë pjesë të parë të programit me disa thënie apo fjalë të urta nga vende të ndryshme të botës që lidhen pikërisht me marrëdhënien e brezave. Një fjalë e urtë afrikane thotë: "Të rinjt ecin më shpejt, por të vjetrit e njohin rrugën." Kjo është një metaforë e bukur që tregon se secili brez ka rolin e tij dhe se vetëm së bashku mund të ecet drejt përparimit. Një fjalë tjetër e urtë thotë: "Kush nuk e di nga vjen, nuk di as ku po shkon." Dhe kjo thekson rëndësinë e brezave të mëparshëm dhe të trashëgimisë kulturore për brezat që vinë. Një fjalë e urtë greke thotë: "Pleqt mbjellin pemë në njene të cilave nuk do të ulen kurrë." Është një proverb shumë i bukur që shpreh sakrificën e brezit të vjetër për mirëqenien e brezave që vinë. Një thënie tjetër shumë e bukur është: "Brezi i ri nuk duhet i prish urat që të vjetrit kanë ndërtuar." Ky është një reflektim mbi respektin për vlerat dhe përvojat e mëparshme.
Ja edhe një thënie nga shkrimtari anglez William Mogam. Tradita është një pishtar që ndriçon rrugën, jo një zinxhir që na mban pas. Kjo do të thotë se traditat duhet të na udhëheqin, jo të na kufizojnë. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë të programit Arta, do të citoj një fjalë të urtë kineze që thotë: nëse të rinjt do të dëgjonin të vjetrit dhe të vjetrit do të dëgjonin të rinjt, bota do të ishte më e urtë dhe më e gëzuar. Le të jetë ky mikesha tona një mesazh për komunikimin dhe dëgjimin e ndërsjellët mes brezave. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura në programin Shpresë për ty. Jemi duke folur sot për konfliktet mes brezave dhe ndam me ju se si mund të shmangen ato, sidomos brenda një familje ku jetojnë 3 breza, që është e zakonshme për shumë familje shqiptare, pavarësisht ndryshimit të kohërave. Në fakt, bota ku jetojmë është në ndryshim të vazhdueshëm. Çdo ditë sjell diçka të re, teknologji, mënyra jetese, ide, vlera e madje edhe ndjenja njerëzore. Njerëzit rriten, lodhen, ndërrojnë mendime edhe rrugë. Ajo që është e vërtet sot, nesër mund të duket e pavlefshme. Ajo që ndjejmë sot, nesër mund të shuhet. Por në këtë vorbull ndryshimesh, ekziston dikush që qëndron i palëkundur. Perëndia nuk ndryshon kurrë, dhe Bibla na e kujton këtë të vërtet në shumë vargje. Tek Hebrejve, kapitulli 13, vargu 8, thuhet: Krishti është i njëjtë, dje, sot e përjet. Ky varg është si një spirancë për shpirtin njerëzor, sepse në një botë që lëviz pa pushim, ne kemi një Perëndi që mbetet i njëjtë në dashuri, në drejtësi dhe në besnikëri. Natyra e njeriut është e ndryshueshme. Njeriu është qenie emocionale dhe e kufizuar. Ndjenjat tona lëkunden, vendimet tona shpesh ndikohen nga rrethanat dhe besimi ynë herë forcohet e herë dobësohet. Ne ndryshojmë sipas kohës, sipas njerëzve që kemi pranë dhe sipas përvojave që përjetojmë. Shpesh jemi të qëllimshëm për pak kohë, të bindur për diçka dhe më vonë e harrojmë. Bibla e njeh këtë dobësi njerëzore dhe thotë: fryma është gati, por mishi është i dobët. Ky ndryshim i vazhdueshëm tregon se njeriu nuk mund të mbështetet tek vetja. Ai ka nevojë për diçka më të fortë, më të qëndrueshme. Ai ka nevojë për Perëndin. Perëndia është i pandryshueshëm në natyrë dhe në premtime. Perëndia është i njëjtë që nga krijimi i botës. Në çdo epokë, ai ka treguar dashuri, drejtësi dhe mëshirë. Tek Malakia, kapitulli 3, vargu 6, ai vetë thotë: Unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Prandaj ju, o bitë e Jakobit, nuk jeni konsumuar. Kjo do të thotë se qëndrueshmëria e Perëndisë është arsyeja pse njerëzimi ka ende shpresë. Edhe kur njerëzit e harrojnë, Perëndia nuk i harron. Kur ne i kthejmë shpinën, ai na pret me durim që ne të kthehemi. Tek Jakobi, kapitulli 1, vargu 17, thuhet: Çdo gjë e mirë që na jepet, edhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave, pranë së cilit nuk ka ndërrim edhe as hije ndryshimi. Ky varg tregon se dashuria e Perëndisë nuk varet nga humori ynë apo nga rrethanat e botës. Ajo është e qëndrueshme dhe e përsosur në çdo kohë. Në fakt, ena pjesa më e bukur e këtij programi ishte gjatë kohës që kërkoja për thënie në lidhje me pandryshueshmërinë e Perëndisë, kështu që kam sjell disa thënie nga autor të krishterë të vjetër edhe të kohëve tona, dhe dua të lexoj këtu një thënie nga C.S. Lewis. Ai thotë: ne ndryshojmë nga momenti në moment, por dashuria e Perëndisë për ne është e përjetshme, sepse ai nuk është subjekt i kohës, por burimi i saj. Ky citim thekson se Perëndia është jashtë kufive të kohës dhe ndryshimit. Dashuria e tij është e pandryshueshme dhe e plotë në çdo kohë. Shumë e bukur, Erta. Kur njerëzit ndryshojnë, dashuria e Perëndisë mbetet. Në jetë ne përballemi me zhgënjime, me njerëz që largohen, me ndjenja që ftohen. Ne mund të tradhtohemi, të braktisemi apo të lëndohemi, por Perëndia nuk largohet kurrë. Ai qëndron aty ku ne e lëm, me dorën e shtrirë drejt nesh, duke na pritur të kthehemi përsëri. Në Psalmin 102, vargjet 25 deri në 27, thuhet: Së lashti ti ke vendosur tokën dhe qiejt janë vepër e duarve të tua. Ata do të zhduken, por ti do të mbetesh. Do të konsumohen të gjithë si një rob. Ti do t'i ndërosh si një rob dhe ata do të ndryshohen, por ti je gjithnjë, po ai, dhe vitet e tua nuk do të kenë kurrë fund. Ky varg është një kujtesë e fuqishme se edhe kur gjithçka tjetër ndryshon, miqësitë, moshat, stinët, vetë jeta, Perëndia qëndron i pandryshuar. Ai nuk lodhet, nuk ndërron mendje, edhe nuk i harron kurrë premtimet që ka bërë.
Tek 2 Timoteut, kapitulli 2, vargu 13 na thuhet: "Nëse jemi të pabes, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund të mohojë vetveten." Kjo do të thotë se besnikëria e Perëndis nuk varet nga fakti se sa të mirë jemi ne, por nga fakti se kush është ai në natyrën e tij. Predikuesi i famshëm britanik i shekullit të 19, Charles Spurgeon, ka thënë: "Ne nuk mund ta ndryshojmë Zotin me lutjet tona, por ai mund të ndryshojë zemrën tonë përmes dashurisë së tij që nuk ndryshon kurrë." Spurgeon e përshkruan Perëndin si një shkëmb që nuk lëviz kurrë, ndërsa ne na përshkruan si vala e detit që godet dhe kthehet prapë tek ai. Gjithashtu, shkrimtari bashkëkohor i krishter Max Lucado ka thënë: "Kur gjithçka tjetër në jetën tënde ndryshon, miqt, ndjenjat, shpresat, kujto se dashuria e Perëndis është konstante. Ai nuk ka ditë të mira apo të këqija. Ai është gjithmonë dashuri." Shëndrueshmëria e Perëndis sjell paqe në jetën tonë. Kur ne e kuptojmë se Perëndia nuk ndryshon kurrë, mund të përballemi me çdo ndryshim pa frikë. Në një botë ku gjithçka është e përkohshme, ai është e vetmja siguri e përhershme. Në kohë gëzimi, ai është burim bekimi. Në kohë dhimbjeje, ai është stre e sigurt edhe burim kushëllimi. Në Psalmin 46, vargjet 1 deri në 5, thuhet: "Perëndia është për ne një stre dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë edhe sikur toka të luajë dhe malet të hidhen në mes të detit, dhe ujërat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë, dhe malet të dridhen në fryrjen e tij. Është një lumë, brigjet e të cilit mbushin me gëzim qytetin e Perëndis, vendin e shenjtë ku banon shumë i larti. Perëndia është në mes të tij, ai nuk do të luajë nga vendi." Kjo qëndrueshmëri na jep forcën të besojmë, edhe kur rrethanat ndryshojnë, sepse ne e dimë që dashuria e Perëndis nuk do të ndryshojë kurrë. Dhe përsëri këtu Dena dua të përmend një thënie nga Aidan Wilson Tozer, autor dhe teolog ungjillor amerikan. Ai thotë: "Të kuptosh se Perëndia nuk ndryshon, do të thotë të gjesh sigurinë e përhershme në një botë të pasigurt." Tozer flet shpesh për besimin si një spirancë në qëndrueshmërinë e Perëndis. Ai e përshkruan atë si një burim paqeje për besimtarët që përballen me ndryshime dhe me situata të vështira. Në fakt, Arta, ka thënie nga shumë shkrimtarë të krishterë dhe nga Bibla që flasin për pandryshueshmërinë e Perëndis, të cilat nuk kemi kohë fatkeqësisht që t'i përdorim të gjitha. Ndoshta duhet të bëjmë një program vetëm me këto thënie. Dhe prapja me sigur Dena se nuk do t'i përmendim dot të gjitha. Unë gjithashtu jam e sigur se të gjitha ata që e kanë vënë besimin e tyre në Krishtin, e kanë provuar dhe përjetuar në jetën e tyre faktin që Perëndia nuk ndryshon kurrë në besnikërinë e tij, në premtimet e tij, në dashurinë e tij të pakushtëzuar për ne. Shumë e vërtet, ndryshimi është pjesë e natyrës njerëzore. Ne ndryshojmë pamjen, mendimet, dëshirat, madje ndonjëherë edhe besimin. Por Perëndia mbetet i njëjtë, i përjetshëm dhe i pandryshueshëm në çdo brez. Tek Isaia kapitulli 40 vargu 8 thuhet: "Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndis ton mbetet për jetë." Kjo është shpresa që jep kuptim çdo jetë njerëzore. Edhe pse ne mund të rrëzohemi, të harrojmë apo të ndryshojmë, Perëndia nuk ndryshon kurrë. Dashuria e tij është gjithmonë aty, e njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë. Në këtë qëndrueshmëri gjejmë paqen, forcën dhe sigurinë që nuk mund të na e jap askush dhe asgjë tjetër. Ndryshimi është natyra e njeriut, qëndrueshmëria është natyra e Perëndis. Në dashurinë, mëshirën dhe drejtësinë e tij, ne gjejmë një themel që nuk lëkundet, sado që bota po rreth të ndryshojë. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program, si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, për çdo pyetje, kërkesë për lutje, apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.